ajo natë kur gjithçka u vu në provë. Ishte hera e parë që pas shumë javësh, Elira po ndjente qetësi. Arbeni ishte pranë saj. Jo vetëm fizikisht, por ndryshe. Më i hapur. Më i sigurt. Më i vendosur për të mos u larguar. Por ndonjëherë, kur gjithçka duket e qetë, diçka e vogël mjafton për të trazuar gjithçka. Ishte një mesazh. Telefoni i Arbenit ndriçoi mbi tavolinë. Elira nuk ishte kurioze nga natyra. Por emri në ekran i rrëmbeu vëmendjen. Sara. Ajo nuk tha asgjë. Vetëm ngriti sytë drejt tij. Arbeni e pa ekranin. Heshti për një sekond më shumë se ç'duhej. Nuk është ajo që mendon, tha ai. Elira buzëqeshi lehtë. Nuk po mendoj asgjë. Por po mendonte. Ajri ndryshoi. Nuk ishte më i ngrohtë. Ishte i tensionuar. Është nga e kaluara, shtoi ai. E kaluara zakonisht nuk dërgon mesazhe në orën 22:30, u përgjigj ajo qetë. Ai u afrua. E mbylla atë kapitull. Po a e mbylle plotësisht? Sytë e tij kërkonin besim. Sytë e saj kërkonin siguri. Ti po kërkon arsye për t'u larguar? Pyeti ai. Jo, tha ajo. Po kërkoj arsye për të qëndruar. Kjo fjali e goditi. Ai mori telefonin, e hapi mesazhin para saj dhe e vendosi mbi tavolinë. Lexoje. Ajo hezitoi. Por lexoi. Ishte një mesazh i thjeshtë. Më duhet të flasim. Vetëm një herë. Elira ngriti sytë. Do të shkosh? Arbeni mori frym thellë. Do të shkoj. Që të mos ketë asnjë hije mes nesh. Ajo nuk e ndaloi. As nuk e përqafoi. Vetëm tha, mos më lër në errësirë. Ai u largua atë mbrëmje. Dhe heshtja në apartament ishte më e rëndë se çdo debat. Të nesërmen, ora kalonte ngadalë. Elira përpiqej të punonte, por mendimet e saj ishin diku tjetër. Çdo skenar i mundshëm kalonte në mendjen e saj. Ndoshta ai do të kuptonte se e kaluara është më e sigurt. Ndoshta do të kthehej i hutuar. Ndoshta nuk do të kthehej fare. Kur dera u hap në mbrëmje, ajo nuk lëvizi menjëherë. Arbeni hyri. Sytë e tij ishin të lodhur, por të qartë. Folëm, tha ai. Ajo priti. Ajo donte një mundësi tjetër. Fjalët e tij ranë sigur të vegjël në një liçen të qetë. Dhe ai u afrua drejt saj. I thash jo. Elira e pa gjatë. Pse? Ai ndaloi para saj. Sepse nuk jam më aty. Sepse çdo herë që mendoj për të ardhmen të shoh ty. Ajo nuk foli. Por zemra i rahu më fort. Ai ngriti dorën dhe i preku faqen. Unë nuk po zgjedh mes dy grave. Po zgjedh mes të kaluarës dhe asaj që dua të ndërtoj. Sytë e saj u mbushën me një ndjesi të ëmbël çlirimi. Dhe nuk ke frikë? Kam, pranoi ai. Por kam më shumë frikë të humbas. Distanca mes tyre u zhduk. Këtë herë puthja ishte ndryshe. Më e fortë. Jo nga pasioni, por nga siguria. Nga vendimi. Ajo e shtyu lehtë drejt murit duke buzëqeshur për herë të parë atë ditë. Herën tjetër, tha ajo me zë të ulët, dua të jem unë arsyeja që telefoni yt ndizet. Ai qeshi lehtë. Ti je arsyeja që zemra ime nuk fiket. Ai e përqafoi fort. Jo si dikush që kërkon, por si dikush që mbron. Dhe në atë përqafim, Elira kuptoi diçka. Dashuria nuk është kur gjithçka është e lehtë. Është kur gjithçka vihet në provë dhe ti zgjedh të qëndrosh. Jashtë, qyteti vazhdonte jetën e vet. Brenda, dy njerëz po ndërtonin diçka më të fortë se pasioni i një nate. Po ndërtonin besim.